qenë të bombarduar këto 2 vitet e fundit me situatën politike, s'kemi pas qeveri, zgjedhjet qendrore dhe fokusi ka qenë kryesisht i këtë medjave në qendër të Kosovës, në Prishtinë dhe të politikat qendrore. Ne kemi harru se çka po bën lëvizja vetëvendosje nëpër komunë, ose s'kemi harru, po s'kemi pasur informacione për shkak se nëpër komuna edhe mediat nuk janë media shumë të forta. Këtë gripin e nepotizmit vetëvendosja ka marrë për partive tjera. Për Partisë Demokratike të Kosovës, prej AK-s, prej LDK-s, prej krejtve. Po është të vërtet, unë njëjtin sisteme kam përdor ata. Pushteti ka më shfrytzu për diçka. Por, a diçka ka ndodhur, ata i kanë bërë publike konkursin. Esenca është se ne kemi një qeveri që ka marrë pushtet me ndrru këtë praktikë. Qeveria ndryshimit. Ju premtoj të ke konkurreni. Ju premtoj konkurreni se do të ketë meritokraci. Dhe mund t'ja u fali. Sepse vetëvendosja ka qenë ata të cilët unë kur kom raportu për punësimet në Telekom, ku kanë qenë 3 partit PAN, Partia Demokratike e Kosovës, AK-ja dhe NISMA, që kanë punësuar, vetëvendosja ka shfrytzuar se cilën storje për me dalë me bo protesta. E kanë bërë shirë se cilën storje për me bo protesta. Se falja vetëvendosjes, falja. Adriate, keqme përmerë vlohën e Gazmendi që është punësu në... Ta spjegova në një emision tjetër. Vlohën e kryetarit komunës së PS. A e përfundove? Ta spjegova në emision tjetër. Ne jemi marrë ekskluzivisht... Kryetari PS ka 3 motra pa punëshme. 3 motra pa punëshme. Lejon t'ja spjegoj sepse kemi hetuar këtë çështje në detaje. Ai është i punësuar si një inxhinier në punën për cilën është i shkolluar. Nuk ka pozitë menaxheriale. Ky është informacioni që ka ardhur nga vetë zyrtarët. Nuk ka më të mirë se edhe Haradina i thekë s'ka më të mirë se na. Nashta është drejtor de facto. Nuk është drejtor. Jo, nominalisht jo, po Moskov de facto Ardian. Sa është vllai kryetarit. Gazmendën për nepotizëm me... Kjo është propaganda të cilën që vetëvendosja. Nuk e menaxhojnë. 4 ose 5 antar familjes pa punëshme. Kush? Gazmend Muhaxheri. Te Gazmend Muhaxheri garantoj 20 vjet punojnë në sektor privat. Kjo është loja që ka luajtur Albin Kurti. Uji nuk e menaxhon komuna. Menaxhon qeveria. Po dhe? E ujt i menaxhon qeveria. Ta ndikojnë te superpuna, çfarë më vao? Ja, atë mos ta flasim që për herë të parë edhe lëvizja vetëvendosje i ka 7 komuna. Po në fol? Po. Kur jemi po mendoj te fituesi i këtyre zgjedhjeve, ne po mendoj që këtë matës është e rëndësishme me përcaktu objektivat që kanë pas partit, gjithësisht synimet. Po mbështet mbi këto premisa, çfarë objektivash kanë pas partit respektive, mendoj që 2 parti janë fituesit të këtij procesi elektoral. Vetëvendosje dhe AK-ja, për shkak se vetëvendosje... I ta që përthu vetë dhe vendosje. Vetëvendosje dhe AK-ja për shkak se vetëvendosje i ka rritë, për krahas që i ka rujt qendrat, gjithësisht komunat që i ka pas paraprakisht, i ka shtu edhe... Edhe i ka fitu me lehtësi, pa balotazh. I ka shtu edhe trisash. Veç kanë thonë kemi mi marrë 20 komuna. Jo. Synimi ka qenë 20 shilap. 24 pa jo zgjedhjet e kaluara. Jo tash. Pastaj në balotazh ka thonë marrim Kreta, që jemi në balotazh, si kanë marrë Kreta. Edhe të tjerat kanë thënë se fitojnë më shumë dhe s'kan fituar. Sa kanë thënë? Jo, me kutin e labit janë fitues, edhe unë që janë fitues. Fitues po janë këta. Se i kanë rritë komunat, vetëvendosja. Jo, na e kemi po praktikisht cilës... Nga 6 në 7. Urna? Nga 6 në 7. Është rritje. Jo, s'është nga 6 në 7. Nga 3. Po tani e Leposavicin e këto. Ptoj, si nga 3. Po, jo. 4 e ka pas. Nga 4. Cilat janë 4? Pe di ku palët të në ti. Komuna. Republikës së Kosovës. Po, a ka ndodhë një proces elektoral i ndonë për i këtyne. Një proces elektoral i cili ka këty... A kush i ka fitu komunat, se neve lëvizja vetëvendosje na thonte i kemi 6 komuna. Po, ka ndodhë, na po flasëm për qitë proces elektoral. Unë po flasë për sa komunave, po kalëm sa komuna. Ja, këtu ka drejtimi. A ka ndryshe se si matën, vetëm ta shpjegojmë. Kjo harta këtu tregon 38 komuna të Republikës së Kosovës. Pra, se cila nga këto komuna
kanë qenë pjesë në këto zgjedhje. Kështu që pse ne po i eliminojmë disa, po i numrojmë disa tjera, kur vetë lëvizja vetëvendosje edhe PDK-ja na kanë thënë që kanë marrë pjesë në proces zgjedhor në veri të vendit dhe i kanë fituar nga 2 komuna. A di e krenuar me këtë? E di çfarë procesi ka qenë edhe është e natyrshme sepse është fakt. Po, ne kanë fituar në ato procese këto 2 parti. E dim që ka ndodhur pastrim etnik